Kosovë. Do të lidhemi drejt për drejt me zotin Blerim Burjani, analist në Kosovë. Do diskutojmë në lidhje me çeljen e rrugës për Kosovën drejt Bashkimit Evropian, si pasojë e vendimit javën e kaluar për të hequr një pjesë të mirë sanksioneve, ndërsa të gjitha apo kufizimeve, siç i quan zyrtarisht komisioni, ndërsa pjesa më e madhe janë hequr, të gjitha do të hiqen deri në fund të janarit. Njëkohësisht, von der Leyen, presidentja e Komisionit Evropian, njoftoi se në fillim të vitit 2026 do të lëvrohen për Kosovën rreth 205 milion euro, një vendim që pason pikërisht heqjen e sanksioneve. Por më të rëndësishme do t'jenë zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe tashmë partitë janë futur në fushat 100% për të marrë mbështetjen e qytetarëve. Ndërkohë, për të bërë një përmbledhje mbi atë çka ndodhi javën e kaluar, presidentja e Kosovës fillimisht Vjosa Osmani njoftoi se Bashkimi Evropian ka hequr të gjitha masat, do të heqë gjitha masat ndaj Kosovës në fund të janarit të vitit të ardhshëm, ndërsa ka hequr një pjesë të madhe të tyre aktualisht. Të njëjtën deklarat e bëri edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Më gjërësisht tani do diskutojmë me zotin Blerim Burjani, analist në Kosovë. Zoti Burjani, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe juaj, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Sikur se e tham të mërkurën, javën e kaluar, Komisioni Evropian, presidentja Ursula von der Leyen, njoftoi përparim në lidhje me marrëdhëniet me Kosovën, janë hequr një pjesë e mirë e kufizimeve, ndërsa të gjitha do të hiqen deri në fund të janarit të 2026-s. Në këmbim, Kosova do të marrë rreth 205 milion euro që gjithashtu do të lëvrohen, do të lëshohen në fillim të 2026-s. Është një lajm i mirë, por njëkohësisht edhe një sinjal për partitë politike që janë fushat për zgjedhjet e 28 dhjetorit? Po, është një sinjal i mirë sa vërtet anës asaj integruese në Bashkimin Evropian dhe shtensionimit të gjendjes në Kosovë që ka ndodhur gjatë kësaj periudhe kohore. Jemi duke shkuar nga ka stabiliteti edhe në veri. Unë mendoj që kjo politikë kurzuese e Bashkimit Evropian nuk është shumë e pranueshme dhe as shumë e dobishme, domethënë sepse nuk ka nevojë të ketë shkurzim, por të ketë bashkëpunim me institucionet e Kosovës, natyrisht edhe institucionet e Kosovës të bashkëpunojnë ngushtë me Bashkimin Evropian për temat dhe çështjet të cilat janë të lidhura ngushtë me Bashkimin Evropian dhe çështjet integrative në BE. Pra ky raport ka munguar deri më tash, ky dialog ka ngesë për shkak të mos funksionimit të institucioneve të vendit, pra të Kosovës. S'ka pas Kosova institucione në nivelin qendror as qeveri, e një kolçate edhe pak kuvend ka mbet. Në anën tjetër nuk besoj që është pozitë e mirë apo pozicioni i mirë i Bashkimit Evropian të pozicionohet në këtë mënyrë ndaj Kosovës, që vazhdimisht të kërcënojë Kosovës me masa dhe me heqjet e raport, është shuajnë në aparatësisht e masa, vetëm 50% e masave janë larguar, ndërsa kanë mbetur kufizimet e tjera. Pra sikur duket që po kurzojnë tan kohën si Bashkimi Evropian dhe po detyrojnë Kosovën që të merret edhe me asociacionin e komunave dhe çështjet e tjera, gjë që nuk mendoj që është pozitive aq shumë. Mendoj që Kosova duhet të ketë qëndrimet e veta dhe në Bashkimin Evropian, patjetër ato hapur, cilat janë si vështirësi apo sfidat e Kosovës, pra nuk është pozicion edhe aq i dobishëm deri më tash që ka ndodhur në proceset integrative në BE, pra kurzimi i vazhdueshëm i Kosovës dhe institucioneve të saj, për të marrë masa edhe në veri dhe për të marrë masa edhe të tjera për shtensionu, dini që u boni një kalim i kompetencave pak për pak problemi në veri, pra kryetarët e komunave serbe marrin pozicionin e kryetarëve atje dhe nuk pak për pak të lashe, dhe ajo duk që sipas asaj lëvizje të politike u pa që ka pat diçka sinjale pozitive dhe BE heqi 50% e masa mirë, po kjo politika as pak nuk është e pëlqyeshme që vazhdimisht e kursohet Kosova, sidomos në Kosovë kjo progresohet si diçka se kosovarët nuk janë plotësisht e pavarur, gjithmonë duhet të kurzohen për të kryer punë për temat që janë të natyrës së brendshme apo që lidhen me pavarësinë e vendit, përkatësisht që lidhen me sovranitetin shtetëror të Kosovës në veri. Njëkohësisht, zoti Burjani, mendoni se politika, duke parë atë çka po ndodh tani përgjatë fushatës, do të jetë më e përgjithshme, më e ndërgjegjësuar në lidhje me pasojat që do t'jenë nëse nuk do t'ketë sërish një qeveri. Rezultati ka mundësi që t'jeti njëjti me atë të muajit shkurt, por ajo që do të bëjë diferencën ka mbështypjen do t'jetë vullneti politik.
Po mendoj që nuk ka ndonjë farëvendësimi tjetër të plot apo më ndryshe nga partitë politike që janë hyrë. Pra gjendja vazhdon të jetë dramatike në kuptimin e asaj nëse si do të përmend institucionet pasqyreve të 28 dhjetorit. Pra kur që nuk dihet për momentin, nuk ka kurfar sinjale që partitë do të heqin dorë nga temat e tyre dhe do të bëhen bashkë me partitë për të bërë koalicione dhe për të vendosur një qeveri stabile në vend dhe institucione stabile të shtetit. Pra nuk ka kësi tema, është një kushat e egër duke zhvilluar gjithkush për veti si subjekte politike, duke dhënë premtime mjaft të gjëra, gati edhe të pamunshme, të pasbatueshme apo të parealizueshme në praktikën jetësore në Kosovë. Mirë, po sidoqoftë që është një kohë e cila po bëhet pa ndalë domosdoshmë në Kosovë dhe kjo fushat është, e thash edhe më herët, shumë e ashpër, e vrazhdet ndonjëherë, por megjithatë quhet fushat, domethënë edhe pse nëse nuk respektohen parimet dhe rregullat e Komisionit Qendror do të pasojnë edhe dënimet apo gjova të partitë politike të cilat do ta shkelin kodin e sjelljes apo kodin e mirësjelljes. Pra nuk besoj që ka ndryshuar diçka në temën asaj që përmend ju që partitë janë vëdësuar në Kosovë. Janë njësoj. Që duhet me informuar në institucionet pasi që dalin nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, pra ta implementojnë rezultatin zgjedhor. Po nuk mendoj që është fare ka bëhet muhabet apo duke biseduar për këtë çështje në Kosovë për momentin. Krejt janë në kar, krejt po flasin, po bojnë premtime, po flasin njëri kundër tjetrit, po japin arsyetimet e tyre, të cilat i mendojnë që janë më të mira për elektoratin në Kosovë apo për shtetarët për të plotësuar domo nevojat apo kërkesat e shtetarëve kështu me radhë. Zoti Buriani, ju falenderoj për këtë ndërhyrje të shkurtër në studion e televizionit Skam. Padyshim do kemi mundësi të diskutojmë sërish sepse zgjedhjet do të mbahen në datën 28 dhjetor. Faleminderit edhe një herë.